Zakonisht ajo është proverbe popullor se pema që ka, domethënë, fryte gjuhet me gur. Kur gjuhet pema që ka fryte me gur, realisht çon pemë, çon fryte. Edhe në këtë rast, hoxhallarët gjithë të apostrofumit, domethënë, ato zakonisht i kanë dhënë shumë fryte shoqërive tona, kanë dhënë një kontribut jashtëzakonshëm për ta mbrojtur shoqërinë tonë nga degenerimi moral, edhe e kanë ndihmuar që të shkon në drejtim të shkollimit dhe avancimit personal, gjithëve, djemë dhe vajza. Hoxhallarët janë kategoria më e fuqishme e shoqërisë tonë, të cilët kanë insistuar me çdo kusht që rinia jonë të shkollohet edhe të avancohet profesionalisht. Me shkollimin e rinisë sonë dhe avancimit tyre profesional, realisht përfiton shoqëria jonë, sepse na krijojmë kuadro të ngritura në kualitete të larta, të cilët do thotë mund ta shërbejnë edhe shoqërinë tonë, po ajo që është gjithashtu që është duke ndodhur, ata mund të shërbejnë edhe shoqëri të tjera kudo që shkojnë ata. Edhe na kemi shembuj të shumë të djemve dhe vajzave të reja që janë shkolluar në vendet tona dhe pastaj kanë vazhduar do thotë zhvillimin e tyre profesional edhe anë mban botës dhe kanë arritur suksese të jashtëzakonshme. I ki shumë femra me shamia që kanë arritur suksese të mëdha dhe historitë e tyre janë në rrjetet sociale dhe shumë djem gjithashtu që janë me mjekra dhe që falen kanë arritur suksese shumë të mëdha dhe ato gjithashtu historitë e tyre dhe historitë e tyre janë të përhapura në rrjetet sociale, që tregon se hoxhallarët realisht nëpërmes këtij kontributit, lere që kanë ndihmuar vendin e vet duke kriju kuadro, do thotë të afta për të kontribuar në zhvillimin e vendeve tona, plus kanë kriju ambasador të popullit tonë shqiptar, të cilët kudo që shkojnë e prezantojnë me dinjitet popullin tonë, normalisht edhe islamin gjithashtu.